Selamu alaikum të dashur shikues, të nderuar dëgjues dhe miq të radio televizionit Pendimi. Mirë se erdhët edhe sonte në këtë të diel në emisionin Drita e së Vërtetës. Jemi në transmetim nga studion në Prishtinë dhe edhe sonte do t'ju shoqëroj unë Avni Lugiqi gjatë këtyre minutave të këtij edicionit të sotëm të Drejt për Drejt. Si zakonisht në këtë transmetim, në këto transmetime tona të Drejt për Drejta, kemi bashkëbisedim me xhallar të ndryshëm dhe sot kemi përnder ta kemi hoxhën ton të nderuar në studio, i cili ka zgjedhur që të bashkangjitet në emisionin Drita e së Vërtetës, Gjevat Fetahi. Selamu alaikum, mirë se erdhët në program. Aleikum selam. Mirë se u gjetë dhe ju falenderoj për ftesën. Allah ju shpërblet, falenderit edhe ju që keni gjetur kohën të na bashkangjiteni në këtë program të sotëm të Drejt. Është kënaqësi edhe për ne. Që jam pjesë juja dhe këtij programi dhe bashkë me ju të bashkë bisedoj me teleshikuesit për atë për cilën edhe na keni ftuar. Allah ju shpërblet. Të dashur miq të nderuar shikuese, dëgjues të radio televizionit Pendimi. Sot kemi marrë një temë goxha të ndjeshme, i dashur hoxh, ose një temë që dorën zemër na preokupon të gjithëve, na prek të gjithëve dhe të gjithë kemi dëshirë që të marrim këshilla edhe të përpiqemi që ta marrim më të mirën e mundshme për edukimin e familjes, për edukimin e fëmijëve. Roli i edukimit në Islam për tek familja, tek fëmijët, do ta kemi si trajtim të këtij diskutimi. Allah ju shpërblet që keni marrë këtë temë për bashkëbiseduar dhe me shpresë që do ta nxjerrim më të mirën e mundshme gjatë kësaj bisede që do ta zhvillojmë së bashku. Shpresojmë që me emrin e Zotit Plotfuqishëm t'ja dalim bashkarisht dhe të ketë ndikim të teleshikuesit në të mirën tonë në përgjithësi. Fillimisht, Bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillah ve shukru lillah ve salatu ve selamu ala rasulillah. Allahun e madhëruar çdo herë falenderojmë, vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë, falje dhe shpëtim kërkojmë. I dërgojmë përshëndetjet tona me salavate dhe selam Muhamedit alayhi salatu ve selam, familjes së tij të pastërt, shokëve të tij të ndershëm dhe të gjithë atyre muslimanë dhe muslimane që kanë ndjekur dhe ndjekin rrugën islame deri në ditën e gjykimit. Shfrytëzoj nga rasti që juve si moderator, Avni, stafin tuaj dhe gjithë stafin e televizionit Pendimi, t'ju përshëndesim dhe t'ju falenderojmë për ftesën. Dhe natyrisht që nëpërmes jush, nëpërmes mediumit tuaj të respektuar, t'i përshëndesim të gjithë teleshikuesit në përgjithësi, me përshëndetjen e xhenetlive, përshëndetjen që Zoti Plotfuqishëm ka zgjatur për ne në këtë botë dhe në botën tjetër. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Duke shpresuar që bashkarisht të mundohemi që teleshikuesve t'ju adresona për kitazim me këtë temë, e që kujtoj që është në interes të çdo besimtari dhe besimtare, sepse edukata është njëra prej virtyteve më të rëndësishme që është pjesë e moralit në përgjithësi. Padyshim. Nuk ka më mirë se ta nisim me atë çka është rruga, po them, ose ligji ose kushtetuta e jonë si musliman, që është Kurani. Libri i shenjtë, libri i të Madhit Allah, libri në të cilin i gjejmë pothuajse çdo përgjigje, jo pothuajse, por çdo përgjigje e gjejmë për jetën dhe për edukimin. Do të kisha dashur që ta marrim ndonjë ajet kuranor të veçantë, ndonjë shembull që na ilustron Kurani mbi edukatën e fëmijëve, të familjes dhe rolin ose atë mënyrën më të mirë që e shpreh Kurani për edukimin e familjes dhe fëmijëve. Zoti Xheleshanuhu në Kuranin familjar në shumë prej vendeve na këshillon neve, duke filluar nga Ademi alayhis salam tek të gjithë të dërguarit alayhimus salam e deri te Muhamedi alayhis salatu wassalam, me zbritjen e Kuranit familjar, që ajetet e Kuranit që kanë të bëjnë me familjen janë të shumta, por ndër ato mund për shkak të kohës Zoti Xheleshanu ndër të tjera thot Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Qysh në këtë ajet të surës e Tahrim, Allahu Xheleshanu të ajetit të 6 të surës e Tahrim, sikur
është drejtuar neve me emrin më të mirë të mundshëm, me emrin më përgdhelës, o ju që keni besuar. Thjesht na ka nderuar me këtë epitet, me këtë emërtim dhe ka kërkuar prej nesh që ta ruajmë veten dhe ta ruajmë familjen tonë prej zjarrit të xhenemit. Kjo mbi të gjitha është dëshmia më mirë që Krijuesi fuqiplot kërkon prej nesh që ne të jemi të matur për këtë azime, angazhime dhe obligimet tona në përgjithësi, po mbi të gjitha edhe me edukatën tonë në veçanti, sepse edukata është njëra prej preventivave më të mira të mundshme, e cila e ruan besimtarin dhe besimtaren prej të gjitha elementeve të këqija. Dhe në ajetin tjetër, sikur Zoti Xheleshanuhu thot: "Ja ju nasu inna khalaqnakum min dhakari wa untha", është ajeti i Surës El-Hujurat, ajeti 13, që Zoti Xheleshanuhu sikur tregon qysh në fillim se Krijuesi fuqiplot është ai që na ka krijuar prej një nënë dhe prej një babe, konkretisht nga Ademi alayhis dhe nga Hava, dhe na ka bën fise e popujt që të njihemi me zveti inna akramakum indallahi atqakum, sikur është pjesa specifike që thotë Zoti plot fuqishëm, ka rëndësi, ka vlerë, jo fizionomia jon, jo ngjyra jon, jo gjuha që ne komunikojmë, por cilësitë tona të mira. Thjesht me fjalë të tjera, sjellja jonë e mirë. Prandaj ne duhet të kemi parasysh që prej këtij ajeti sikur mes tjerash edhe nxjarrim porosin se te Zoti plot fuqishëm ne vlerësohemi për nga veprat tona. E veprat tona janë si produkt e edukatës së mirëfillt. Sikundër asaj që jo rastisht në një vend tjetër thotë Zoti Xheleshanuhu në ma yakhshallah min ibadihil ulema. Me të vërtetë dinë ta besojnë Zotin, dinë ta madhrojnë Zotin, dinë ta adhurojnë Zotin, ata të cilët janë të ditur. Prandaj porositë e Kuranit në përgjithësi janë të shumta, të cilat neve ne inkurajojnë që në plan të parë të kemi një edukatë të mirëfillt. Dhe edukata e mirëfillt është ajo që sikur i rregullon raportet tona, sjelljen tonë me Zotin e plot fuqishëm, si ta besojmë atë, si ta adhurojmë atë, sikur se na rregullon raportet tona edhe me prind, me familje, me shoqëri dhe me njerëzit në përgjithësi. Prandaj edhe edukata në këtë rast, cilën e precizon Zoti në shumë vende në Kur'an, është për elementeve më të mira që ne sikur dëshmojmë më së miri se qëllimi i ardhjes tonë në këtë botë është që ta njohim, ta respektojmë mbi gjitha Krijuesin, por edhe njerëzit në përgjithësi. Dhe pa pas edukatë mirëfillt, si ke mundësi me rregulluar raportet me të gjitha këto që i apostrofuam pak më përpara. Eksakt. Padyshim një prej urdhërrëfyesve tonë janë edhe shembujt profetik. Domethënë profetët të cilët i ka dërguar Allahu me shpallje të ndryshme në përgjithësi, të gjithë profetët tanë të lavdëruar të Zotit. Edhe ata kanë shembuj të cilët na flasin për edukimin. Çka mund të veçojmë në këtë aspekt, domethënë nga shembujt profetik në të gjithë profetët që na kanë dhënë mbi edukimin e familjes dhe fëmijëve? Natyrisht që të dërguarit e Zotit janë prej njerëzve më të zgjatur. Dhe njëra prej cilësive të tyre është el ismetu, që janë të mbrojtur, të ruajtur pikërisht nga lëshimet dhe nga gabimet që mund t'i bëjnë. Megjithse të gjithë të dërguarit e Zotit plot fuqishëm llogaritën prej shëmbëlltyr në ambientet e tyre, në njerëzit e tyre, në shoqëritë e tyre ku kanë transmetuar fjalët e Zotit plot fuqishëm. Dhe prej shembujve të pejgamberit alayhis salam në përgjithësi ka plot. E njëri ndër ta është pikërisht Ibrahimi alayhis salam, që llogaritet edhe sikur Ebul Anbiya, se prej asaj që ka një epitet babai i pejgamberëve, sepse prej losës të tij nga Ismaili alayhis salam dhe Ishaku alayhis salam janë shumë prej pejgamberëve. Padyshim se Ibrahimi alayhis salam është njëri prej të dërguarve të Zotit që mban edhe epitetin si ulul azm prej më të zgjedhurve që Zoti plot fuqishëm ka dalluar. Dhe rruga e Ibrahimit alayhis salam që ka marrë dhe epitetin vetekhadallahu Ibrahim halila, që Zoti Xheleshanu ja ka dhënë epitet që nuk e ka dhënë çdo kujt, se Zoti e ka zgjedhur për mik këto, gjithnjë në bazë të asaj që ka pas një fushërimtari të madhe dhe të jashtëzakonshme. Por të gjitha sfidat, të gjitha telashet që ka patur i ka të i kaluar, dhe mbi gjitha ky i ka të i kaluar për shkak të asaj që ka qenë i pajisur me edukat të jashtëzakonshme. Edhe kur i ka thyer ata putajt, edhe kur ka vepruar gjatë jetës së tij, ka qenë shembull për të mirë. Dhe ndjera ndër to është se ky jo vetëm që është ballafaquar me ta me një edukat të jashtëzakonshme, mirë po, megjithatë Zoti Xheleshanu në surën e Safat
të ajeti 99 e tutje, si kur tregon se sa larg pamës ishte, sepse Ibrahimi a.s. banë edhe epitetin asaj që ky llogaritet ndërtuesi sipas burimeve më të besueshme, ndërtuesi i qabës me të birin e tij Ismailin a.s. sikurse mbikëqyrës kishte Gjibrilin a.s. Prandaj edhe Zoti Gjeleshon e përshkruan në Kur'an në surën e Safat, felema belega mahu saje, kur Ibrahimi a.s. Së bashku me të birin e tij Ismailin a.s. që ka arrit moshën, një moshë që është në gjendje me ndihmu Ibrahimit a.s. për punët në përgjithësi, dhe thot inni edhbeuke fandhur madha tera. Thot ja buneje në fillim. Merr një shembulltyr të mirë, pavarësisht që ishte prind, pavarësisht që ishte pejgamber, pavarësisht që kishte atribute. Megjithatë, i drejtohet fëmijës së tij, ja buneje, o biri im. Që jep me kuptues se emërtimi i fëmijës me emrat bir apo bia, pavarësisht prej kësaj, është shenjë kulturës, shenjë edukatës. Dhe çfarë thot? Thot unë jam urdhëruar në ëndër që ty po duhet me të bë kurban. Është një tregim ndoshta që është prej më të vështirave në historinë e njerëzimit, që ky e ka përjetuar. Njerëzit ndoshta sot kanë vështirësi të sakrifikojnë pasurinë, ndërsa ky është sprovuar me sprovën më të vështirë që ka qenë në gjendje me realizuar edhe këtë. Thot jam urdhënuar që po duhet me të bë kurban. Por çfarë i thot mesjerash? Fandhur madha tera. Çfarë opinioni ke për këtë? Do të thonë, edhe në momentin më të vështirë të mundshëm, ky po dialogon me djalin e tij, që e gjitha kjo është një edukat. Dhe këtu e shohim se në vijim të këtij ajeti dhe në vijim të ajeteve në vijim, tregojmë edhe shohim vendosmërinë e Ismailit a.s. kur thot ja abeti fal ma tu'mar se tajiduni inshallah min as-sabirin. Thot o prindim, o babai im, vepro me mua ashtu siç e urdhëruar. Pavarësisht që ky e dinte që ishte në moshë të re, ishte secili prej trive dhe prej njerëzve në përgjithësi kemi ambicie për jetë. Ky po din që po duhet sakrifikohet dhe vendosmëria e tij po thotë zbatohu ose vepro me mua ashtu siç e urdhëron nga Zoti i plotfuqishëm. Dhe sikur të mos e kishte edukuar ky siç duhet, ndoshta përgjigjja e tij ishte negative ose përgjigjja e tij do të ishte e vrasë ose përgjigjja e tij do të ishte shumë në kundërshtim me këto. Për arsye dhe Zoti Gjeleshon thotë ka të sadakte rruja ke dhali ke nizil muhsinin, kur e sheh vendosmërinë e njërit dhe të tjetrit për të zbatuar urdhën e Zotit plotfuqishëm, atëherë sikur Zoti Gjeleshon u thotë Ibrahimit a.s. ti ke realizuar premtimin ton, ti ke realizuar zotimin ton, ne kështu i shpërblim njerëzit e mirë. Natyrisht që në mesin atyne që Kurani i përshkruan është edhe Lukmani a.s. Qoftë si i dërguar i Zotit plotfuqishëm, qoftë prej njerëzve të mirë, se prej njerëzve të devotshëm dhe prej njerëzve që Zoti i plotfuqishëm i ka dhënë urtësi, dituri dhe mençuri, ky surja Lukman sikur një pjesë e madhe e tematikave ka të bëjë me bisedën që realisht ajo gjitha këshill e tij ndaj fëmijës së vet. Qysh kur i thotë ja buneje kimi sala o birim, falë namazin, urdhëno për të mirë, ndalo prej të këqijave. Mesjerash i thot largo prej mendjemadhësi, sepse nuk mund të arrish malet dhe nuk mund të arrish, tregon elementin asaj që të mos e ngritim zanin, sepse ngritja e zanit është një problematik tjetër. Me fjalë të tjera, të gjitha këto që ja thot Lukmani a.s. birit e tij janë shenja asaj që edukata është në plan të parë, dhe kur është edukata në plan të parë, atëherë sikur edhe pritet një të ardhme më të mirë në këtë drejtim. Tushme. Allah shpërblet për këtë këndvështrim në spjegimin e këtyre shembujve të profetëve të ndryshëm, por sigurisht neve si musliman do të na interesonte edhe nga shembujt e pejgamberit alayhi salatu wassalam, Muhamedit alayhi salatu wassalam, mbi edukimin e familjes së tij, mbi edukimin e fëmijëve të tij, mbi qasjen me ta e të tjera. A kemi shembuj nga Muhamedi alayhi salatu wassalam mbi edukimin edhe mbi familjen e tij? Se përket Muhamedit alayhi salatu wassalam janë të shumta vendet në Kur'an që Zoti Gjeleshon mesjerash thot lakat kana lakum fi rasulillahi uswatun hasane. Ju keni shembulltyr të mrekullueshme ku në personalitetin e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Që e më kuptuar që mostra më mirë, rrekim më i mirë për të marrë për shembull është pikërisht pejgamberi alayhi salatu wassalam në gjithë jetën e tij. Sepse pejgamberi alayhi salatu wassalam
nëse referohemi Kur'anit, edhe jetën para pejgamberlekut, edhe jetën pas pejgamberlekut, edhe të gjitha drejtimet e tij, qoftë si prijes i familjes, qoftë si bashkëshort, qoftë si prind, qoftë si udhëheqës i komunitetit, i xhamatit, i njerëzve të asaj kohe, qoftë si udhëheqës i shtetit islam, që në nëmbëdhjen e shtetit islam ishin pjesëtarët e besimit islam dhe pjesëtarët e tjerë në përgjithësi, është shembull dhe nuk ka krahasim të ngjashëm me të. Për atë arsye, kur tham qysh në fillim se sjellja e mirë është pjesë e moralit, këtë sikur thotë dhe Zoti Gjeleshanu në Kur'an thotë ve inneke la ala khuluqin azim, me të vërtetë ti o Muhammed alayhi salatu wassalam je në shkallën më të lartë të moralit, sikundër asaj që pejgamberi alayhi salatu wassalam çfarë thotë buithu li yatam me makarim al akhlaq, jam dërguar tek ju që ti përsosi, ti rregulloj moralin në përgjithësi. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wassalam gjatë misionit të tij është shembulli më i mirë me sjelljen e tij, qoftë si bashkëshort, si prind, apo si elementet e tjera që i përmendëm. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wassalam, të shumta janë këshillat që ai ka porositur mes tjerash kur thot, më i miri për jush është ai që është më i mirë me familjen e tij. Për veten e vet ka thonë, vene, domethënë unë sjellem më së miri me familjen time. Prandaj këta dhe i ka inkurajuar. Dhe sikur janë shembuj të shumt se çfarë sjellje ka patur pejgamberi alayhi salatu wasalam, jo vetëm me familjen, me fëmijët e tij, por edhe me të gjithë njerëzit në përgjithësi, sidomos. Prandaj edhe këto janë elemente që ne duhet të kemi parasysh që pejgamberi alayhi salatu wasalam njëra prej qëllimeve të dërgimit të tij është që ti përsoset, na i rregulloje, na i mësoje moralin në përgjithësi, e që morali është elementi asaj që neve të na pajisë me sjellje të mira, me virtyte të mira, dhe në këtë drejtim edukata, ajo që kërkohet më së shumti për ne, është prej prioriteteve që ne duhet i kushtojmë kujdes të posaçëm. Po. Mirë, do të doja që të ndaleshim, padyshim ne marrëm shembuj nga Kurani, marrëm shembuj nga profetët të ndryshëm, marrëm shembuj edhe nga Muhamedi alayhi salatu wassalam, por me hadithe. A kemi hadithe specifike të veçanta, të veçuara që flasin mbi edukimin e familjes, e fëmijëve, dhe mbi rolin e edukatës që na përshruhet në anë të haditheve, të cilat ne i gjejmë dhe i lexojmë sot? Njëra ndër hadithet e shumta ose porositë e shumta të pejgamberit alayhi salatu wasalam është kur i është drejtuar sahabëve nëpërmes tyre edhe neve deri në ditën e gjykimit se kur t'i edukojmë fëmijët, qysh t'i edukojmë fëmijët, ai njëra ndër to ka thënë edukoni fëmijët tuaj 20 vite para se me lindur. Është një thënie e cila edhe sot e kësaj dite duhet që të jetësohet në të gjitha segmentet e jetës sonë në përgjithësi. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wasalam sikur prej shumë porosive të tij e ka inkurajuar gjithnjë duke mbështetur në Kur'an, e ka inkurajuar martesën, për cilat edhe thotë se femna martohet për autoritetin e saj, për bukurinë e saj, për nderin e saj, për familjen e saj, për pasuninë e saj, por edhe për fenë e saj, zgjidhni ju atë që është më fetare, sepse do të keni të gjitha këto elemente. Prandaj këshillat fetare të Muhamedit alayhi salatu wasalam, sidomos kjo 20 vite para se të lindë fëmia, kur e kanë pyetur sahabët, i kanë thonë ja Resulullah, çysh ta edukojmë fëmin kur ai akoma nuk ka lindur, e çfarë ka thonë? Edukoni në plan të parë veten e juaj e pastaj do t'i edukoni fëmijët. Prej këshillave të shumta në këtë drejtim është që këshillat e pejgamberit alayhi salatu wasallam janë të atilla që ne në raport me fëmijët jemi të kujdesshëm dhe vazhdimisht të mundohemi që të edukojmë ata në frymën islame, në frymën që ata ta njohin krijuesin dhe t'i njohin prind, t'i njohin të gjitha obligimet që kanë ndaj familjes në përgjithësi dhe pse jo edhe ndaj kategorive të tjera. Dhe këshillat islame shkojnë deri te ajo që fjala vjen bashkëshortet të jenë ata që janë mostra ose pasqyra më e mirë. Për atë arsye, para se t'i themi fëmijës falu dhe agjero dhe bëni këto dhe këto dhe këto, prindi duhet të falet vetë. Dhe thënia tjetër e pejgamberit alayhi salatu wasallam në këtë drejtim çfarë ka thonë? Thotë udhëzoni fëmijët tuaj, këshilloni fëmijët tuaj me namaz, që është në moshën 7 vjeç. Kur t'i bëjnë 10 vite ata, atëherë thotë edhe shtone trysnin ndaj tyre. Prandaj këto dhe elementet e tjera, sikur dëshmojnë më së miri se edukata ndaj fëmijëve është në plan të parë.
Dhe në këtë drejtim mund të themi se kur prind janë, të edukohet ç'është duhet. Dhe njëra prej elementeve që përmendet në literaturë, duke referuar literaturës në përgjithësi, është që besimtari dhe besimtarja duhet të jenë të devotshëm. Shkaku i devotshmërisë së tyre, edhe produkti i tyre, do të jetë më në rregull. Që jep më kuptues se përgjegjësia e prindit shkon deri te ajo që jo vetëm zgjedhja e bashortës dhe elementet e kësaj natyre dhe edukata që ai të jetë i pajisur me këto elemente, por ka përgjegjësi dhe ka shumë pesh se si e siguron prindi, konkretisht përgjegjësi i familjes, edhe elementin e asaj që e mirëmba familjen. Sepse puna e ndershme, fitimi i ndershëm është njëra prej elementeve kyçe në këtë drejtim. Dhe shembuj të tillë ka shumë, që pejgamberi alayhis salam sikur me një rast ka shkuar edhe aq larg sa që ka thënë për një njeri, më mirë është që të mbledhe, po themi kushtimisht, se ndoshta për gjeneratat e reja ka ndonjë paqartësi në këtë drejtim, që e ka motivuar punën e ndershme. Që është sheh edukatës mirë. Më mirë me shkuar me mbledh deg apo çfarë i thon apo tek i thon, jo me dëmtu pyllin, dhe ato me ishit me sigurue mirëqenjen e tij dhe të familjes, se sa me shtri dorën. Që jep më kuptuar që edhe kjo është pjesë e edukatës. Për të arsye edhe ne, si besimtar, duhet të ditur se feja islame sikur motivon që besimtari jo vetëm që të jetë i pajisur me edukatë të mirë dhe atë edukatën e mirë, me sjelljen e vetë të mirë, ai përcjell tek fëmijët e tij. Por mbi të gjitha, çon shumë pesh edhe bashortja, ose bashorti, por çon pesh edhe mënyra se si e ushqen ato. Zatën ka dhe këshill të pejgamberit alayhis salam, e cila thotë çdo pjesë e organizmit që ndoshta ushqehet me haram, zjarri është përfundimi i tij apo i saj dhe kështu me. Mirë, rol të rëndësishëm zë në këtë fushë veprime dhe edukimi që duhet ta kenë prindërit në këtë rast. Do të thonë të jenë prindërit e edukuar për ta edukuar një fëmijë. A është kjo si pikë vështrimi asaj që e potencuat edhe më herët, edukojni fëmijët tuaj 20 vite para se të lindin? Kjo është një slogan apo një moto shumë e mirë në përgjithësi. Që jep më kuptuar se prindi vërtet duhet të jetë i pajisur me edukat siç duhet. Dhe kur është i pajisur me edukat siç duhet, punët tjera do t'i ketë në rregull. Sa të përmendën në shembull në këtë drejtim që njerëzit më të mirë ishin sahabët, padyshim. Khairul Quruni qarni thot pejgamberi alayhis salam. Njerëzit më të mirë janë gjenerata ime. Dhe në mes tjerash përmendet në kohën e Hazreti Omerit radiallahu ta'ala anhu. Zoti Gjeleshanu qoftë i kënaqur me ata dhe të gjithë në përgjithësi. Dihet se Hazreti Omeri ka qenë i pajisur me cilësitë e mira, me virtytet e mira, prej të përgëzuarve me xhenet, ai dhe 10 sahabët e tjerë. Por natyrisht që ishte edhe halifi i muslimanëve dhe dallohej por drejtsinë e tij në qeverisje dhe të ngjashme me këto. Dhe njëra prej elementeve që përshkruhet në literaturë është se një prind me fëmijën e tij kanë shkuar te halifja e muslimanëve dhe shkon te halifja e muslimanëve e në bisedë e sipër ky janë kohët e Hazreti Omerit duke thënë, thot, kam një problem, një hall, një shqetësim, raport me fëmijën. Thot, fëmiju nuk më dëgjon, është jo i sjellshëm, nuk ka një edukat mirë me fjalët e tjera në përgjithësi. Hazreti Omeri ishte prej njerëzve që ishte i dalluar edhe por drejtsinë e tij, por edhe pse jo dashpërsinë e tij edhe të gjitha ato, dhe mendonte se ndoshta me këtë arsye tim do ta çortonte fëmijën e tij dhe kaq do të përfundonte çështja. Mirë po, megjithatë Hazreti Omeri ishte shumë larg pamës. Mas jam morë opinionin e këtij gjithë, tha para se të gjykoj, ma sill edhe fëmijën që marr opinionin edhe atij. Po. Se për ndryshe do të ishte gjykimi i onshëm. Drejt, po. Dhe fëmiu bëj sinqert. Eftoi Omeri radiallahu ta'ala anhu bash bisedim. Thot prindi yt ankohet për këto dhe këto cilësi. Por
mungesë edukatës me fjalët e tjera. Thot, është të vërtet jo? Thot, është shumë vërtet. Të gjitha ato që i ka thonë prindi, thot, janë të vërteta që ndrojnë. Mirë po me që ata, thot, prindja ka thënë edhe anën tjetër të medaljes. Han çfarë? Thot, po prindi im, thot, qysh në fillim, nuk më ka përgëzuar me emër të mirë. Prandaj emërtimi me emrat e mirë të fëmijëve është porosi që vjen nga Zoti dhe nga pejgamberi alayhis salatu wassalam. Prandaj qysh në këshillat islame janë të atilla që qysh në planifikim të familjes fillojnë obligimet dhe përgjegjësi dhe edukata në raport me frutin që do të vjenë. Thot, pastaj, thot, nuk më ka edukue si që duhet. Thjesht, ky nuk i ka kryer obligimet e tij ndaj mesh dhe si pasojë e kësaj ka ardhur deri te ky rregullim. Prandaj edhe sikur në bazë të gjitha këtyre, shohim se këshillat islame janë të atilla që në plan të parë, nëse lexojmë, shfletojmë Kur'anin dhe hadithet e pejgamberit alayhis salatu wassalam, shohim se në plan të parë janë obligimet e prindërve ndaj fëmijëve. Dhe pasi të përmbushën këto, atëherë se dhe kërkohen obligimet e fëmijëve ndaj prindërve. Sikur, kjo është dëshmia më mirë që nëse prindi ka kryer të gjitha obligimet, që janë të shumta kundrejt fëmijës së vet, para se të kërkoje ky, se pari është dashur të investoje në të gjitha ato dhe të kërkoje edukatën dhe sjelljen e tij të mirë në përgjithësi. Mirë, në kohët moderne, në periudhat e tanishme që po jetojmë, zakonisht një hapësinë e veçantë ose një hapësinë e rëndësishme i jepet shkollimit, edukimit të fëmijëve edhe për kujdesit me forma të ndryshme. Ashtë edhe kjo një formë e rëndësishme ose e vlefshme që fëmiju të jetë edukuar mirë edhe që familja të jetë i kënaqur me edukimin e fëmijës, qoftë për shkak të shkollimit, qoftë për shkak të përkujdesit të fëmijut, prindit për t'ia kriju kushtet e shkollimit mirë. Duke pas parasysh që ne jemi pjesëtar të besimit islam. Islami ose feja islame në përgjithësi është fe universale, përgjithshme. Është e përshtatshme për çdo kohë, për çdo vend, për çdo rrethon. Prandaj, sido që t'jetë, edhe pse ne jetojmë në kohën bashkohore, në kohën e ditëve të sotit. Ne jemi pjesëtar të besimit islam dhe obligimet tona që kemi ndaj krijuesit janë obligime të përhershme. Thjesht, edukata fetare nuk është që neve na këshillon që ne kemi për detyrim. Vetëm ti lexojmë ato se çfarë ka thënë Kur'ani dhe çfarë thot Kur'ani dhe hadithet e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Edhe pse jetojmë në kohën tonë, sfidat e kësaj periudhe, të epokës e globalizmit, janë të mëdha. Dhe natyrisht, sado që të ketë përparim, sado që të ketë emancipim në të gjitha drejtimet, edukata fetare është për të mirën e shoqërisë në përgjithësi e tek besimtarëve në veçantë. Sepse njeriu, kudo që të shkoje, kudo që të jetoje, pasqyra më e mirë e tij, ose po themi kushtimisht, letë neftimi më i mirë i tij, në sjelljen edhe vepra, është pikërisht ajo se çfarë pasqyron ky njeri. Dhe për të pasqyruar mirë, ai duhet të jetë i pajisur me edukatën fetare. Sepse në këtë drejtim, sikur mund ta përmendni një shembull, se përmendet diku se njeri prej imamëve në një vend, mes tjerash, sikur e ka qit një plakat në hymjet e xhamisë. Dhe në atë plakatën, prej asaj që shumë është shkruar një porosi e përgjithshme, çfarë ndërto është thënë se jo është drejtuar vetes dhe komunitetit ose xhamatit në përgjithësi. Duke e thënë se ne fëmijët tonë, para se t'u mësojmë ibadetet atyre, adhurimet atyre, ne duhet të mësojmë edukatën dhe sjelljen e tyre. Edukata dhe sjellja e tyre, thot, është në plan të parë. Pse? Ky arsyeton, thot,
nëse nuk u mësojmë edukatën dhe sjelljen e mirë atyre në përgjithësi, atëherës do të kemi njerëz edhe që falen, edhe që agjërojnë, edhe që kryejnë haxhillek, edhe që bëjnë punë dhe veprat e mira, por megjithatë thotë do të kemi njerëz edhe që vjedhin, edhe që rrejnë, edhe që janë të fytyrësh, edhe që bëjnë vepra të këqija. Prandaj edukata është ajo që neve më së miri na inkurajon që kudo që të shkojmë dhe të punojmë dhe të veprojmë, edukata jonë është pasqyra më e mirë. Sepse për të tjerëve ne nuk mund të marrim epitete se jemi të mirë, pse jemi të veshur bukur, apo pse kemi pasuri. Por pse kemi sjellje të mirë. Pavarësisht se nga vim apo nga jemi. Vlerën që neve na ngrit është pikërisht sjellja e mirë. Prandaj edhe ne duhet të investojmë në këtë drejtim, që të pasqyrojmë atë, që me edukat dhe sjellje të mirë, sikur ne venderojmë veten tonë në plan të parë, por mbi të gjitha nderojmë edhe vlerën e Islamit në përgjithësi. Sepse ne jemi pjesëtar të besimit islam, por ajo që pasqyrojmë sjellje dhe vepra dhe edukat të mirë është pasqyrë e cila na kërkohet neve. Për atë arsye dhe Zoti jo rastësisht e thot në Kur'an, inna salate tenha anil fahshai vel munker. Qëllimi pse është bërë obligim namazi, haxhilleku, agjerimi dhe elementet e tjera, nuk janë bërë pse ne ta mbingarkojmë vetveten tonë. Përkundrazi, ne të tregojmë respekt dhe frikë ndaj Zotit plot fuqishëm. Që të kemi një sjellje të mirë. Kur jemi të mirë me Zotin, jemi të mirë me prind, me familje, me shoqërinë e përgjithësi, do të jemi prej njerëzve të dalluar. Për atë arsye njeriu ndoshta me sa mund fiton pasurinë e tij, por respektin dhe simpatinë e tjerëve nuk e fiton vetëm sa është i pasur, por e fiton me sjellje të mirë. Për atë arsye ne shpeshherë këshillojmë edhe besimtarët tonë në përgjithësi, sepse pejgamberi alayhis salam llogaritet personi më i mirë, bashorti më i mirë. Dhe njeriu më i mirë. Nuk e morë epitetin e bashortit më të mirë se kishte ndoshta pasuni ose kishte diçka tjetër. E ka marrë epitetin e bashortit më të mirë, e prindit më të mirë, e udhëheqësit më të mirë, vetëm në saje të asaj që kishte sjellje të mirë. Sepse sjellja e tij e mirë ka bërë që 1400 ca vite ai të lavdrohet, të nderohet, të respektohet më shumë se çdo krijesë tjetër në përgjithësi. Vetëm që ishte shembulli më i mirë në sipërfaqen e tokës. Dhe po ti mos ishte i edukuar siç duhet, atëherës nuk do të kishte mund të arrijnë suksesin e tij dhe si pejgamber por rreth 23 vite që ka komunikuar pejgamberlekun, ka kumtuar pejgamberlekun nga ona Zotit xheleshon nëpërmes melekut Xhibril, por edhe rruga e tij që do të vijojë deri në ditën e Kiametit nuk do të ishte po të mos ishte i pajisur me këto dhe elementet e tjera të edukatës. Kuptoj. Një rol i veçantë ose i rëndësishëm në këtë periudhë që po jetojmë ne është bota e teknologjisë edhe bota e zhvillimit të elektronikës, internetit, më të thash. Por është një prej gjërave, po them, që po ndodh sot fatkeqësisht që po ja lëm edukatën rrjeteve sociale, po ja lëm edukatën mediave, po ja lëm edukatën e fëmijëve tonë që ta bëj dikush tjetër. A është e mundshme që ta eliminojmë këtë, tu i pas parasysh që ndoshta përcjellja e çdo lloj mediumi, çdo lloj rrjeti social ose çdo me pak fjalë kur ja lëm edukatën çdo kujt në dorën e fëmijës tonë, atëherë edukimi si mund të vijë. Derisa ne i përmendëm pak shembuj të më parshëm, edhe të pejgamberit alayhis salam të Omerit radiallahu ta'ala anhu. Dhe duke i referuar asaj që çfarë gjejmë në Kur'an në hadith dhe thanjet e dietarëve në përgjithësi. Është se pavarësisht që jetojmë në një periudhë që teknologjia e ka bërë të veten. Dhe sikur është një neglizhencë jone në kohën e fundit.
sikur epoka globalizmit dhe agendat e ndryshme, angazhimet e ndryshme, kanë bërë që prind për një moment t'i lanë anash fëmijët e tyre. Të mos harrojmë se edukata që vjen nga prind nuk është vetëm edukat, por është edhe dashni. Është edhe respekt i vazhdueshëm. Sepse fëmiu është dhurata më e çmuar e çiftit bashkërtorës e prindërve. Pema zemra, sido që tjetë epitetet më të mira të mundshme. Është një diçka e cila buron prej ndjenjave më të forta shpirtërore. Dhe edukata e prindve dhe e familjes nuk zaventësohet me asgjë. Prandaj duhet shohim se në këtë rast sikur po na kthehen bumerang këto. Derisa fëmijët tonë po krijojnë varësi ndaj teknologjisë në përgjithësi. Po krijojnë një lloj varësie e cila sikur me një moment sidomos tek fëmijët që ka plot e përplot shqetësime në përgjithësi. Duhet të intervenojnë edhe mjekët, edhe psikologë, edhe psikiatër dhe gjitha ato. Sepse ky fëmijë ose ky i ri më shumë e vlerëson teknologjinë se sa që e vlerëson familjen. Kjo e më kuptuar se këtu nuk qëndrojmë mirë. Sepse sado që mediat në përgjithësi, teknologjia në veçanti ka shumë çka aty, edhe të mira, edhe të këqija. Dhe jo gjitha janë të cenzuruara. Derisa nuk janë të cenzuruara, kapacitetet e një fëmijës janë të atilla që ai vetëm shikon në përgjithësi e çfarë shikon, ajo është problematike në vete. Prandaj në epokën të cilën ne jetojmë, sikur duhet punojmë më tepër në këtë drejtim. Ne i takojmë, fjala vjen, një pjesë e madhe e njerëzve tonë, i takojmë familjeve të mëdha zakonisht, që në të kaluarën, ndoshta njerëzit tonë kanë pas halle dhe vështirësi të natyrave të ndryshme. Por prindërit e posaçërisht edhe gjenerata tjetër e gjyshëve është marrë më shumë me këtë drejtim. Zaten dhe kanë përdorur metoda dhe mjete nga më të ndryshmet, që thjesht ata të shoqërohen me momente më të mira me fëmijët e tyre në përgjithësi. Prandaj pikërisht në këto kohë, ne duhet ditur se më së e udhës është që derisa jetojmë në këtë epokë, sikur jep më kuptuar se çush ka thënë edhe pejgamberi alayhis salatu wasallam, do të vjen një kohë kur ruajtja e imanit është shumë e vështirë. Si të marrish një gacën e dorë dhe të mos digjesh. Prandaj për të mos u djegur ne në këtë drejtim, është mirë që kohën të cilën e kemi si dhuratë, si gjën më të çmueshme që Zoti i Plotfuqishëm na ka falë neve në përgjithësi, atë t'ia ndajmë një kohë edhe kuj edhe më të dashurve tonë, që janë pikërisht fëmijët tonë, e që nëpërmes ndarjes së kohës me ta, ne të këta të mbjellim një edukat të mirëfillt dhe thjesht edhe na dëgjohen e përgjithshme komunikimi me ta është shenjë e mirë. Derisa të dërguarit e tyre i kanë përdorur epitetet e mira fëmijëve, ajo është shenjë më mirë se ne me ta duhet rrim, ne me ta duhet jetojmë, ne me ta duhet që t'i kryjmë obligimet, sepse edhe mund të shkojmë deri te ajo që është një ekstrem. Nëse ne nuk e edukojmë fëmijën tonë, atëherë s'ia lëm të tjerëve me edukue. Dhe kur edukojnë të tjerët, atëherë edhe mos lypim që të ketë mirë, sepse ne se kemi kryer obligimin tonë ndaj tyre. Ata janë të nevojshëm për ne, e nëse ne nuk e kryejm këtë obligim, atëherë e merr edukatën për një tjetër kuj dhe çfarë bëhet me ta, mos harrojmë se përgjegjësia qysh në fillim e tham, se po thotë ruani veten dhe familjen tuaj prej zjarrit të xhenemit. Sikur që ne përkujdesemi për shëndetin e tyre, përkujdesemi për mirëqenien e tyre, përkujdesemi për të gjitha ato në përgjithësi që të mos i ndodhë asgjë fëmijës, atëherë ne duhet ditur se edhe edukata është pjesë e kësaj. Me qëllim që të kemi fëmijë të edukuar siç duhet. Mirë,
Do të kisha dashur që të ndaleshim pak tek shembujt tuaj personal. Të i pas parasysh që ju keni mbi 20 vite që brenda xhamisë suaj edukoni breza të fëmijëve, domethënë roli i mejtepeve, roli i shkollës në xhami, mësimbesimit në xhami që ofrohet. Sa është i rëndësishëm roli i mësimbesimit në mejtepe që është bërë edhe që po vazhdon të bëhet, sigur në rastin tuaj që ju si që ceka i keni, domethënë për mi 20 vite që e ushtrani këtë veprimtari dhe kujdeseni që fëmijët të dalin të edukuar dhe të mësuar tek mësimbesimi islam. Unë pra se të përgjigjem në pyetje, koha nuk na lejon që të zgjerohemi. Kjo është temë shumë e ndihshme, temë shumë e gjanë, shumë aktuale, duke pas parasysh rrethonat cilat ne jetojmë. Sikur është më së udhës që institucionet tona, nga niveli qendror te nivelet lokale, njerëzit tonë të cilat na përfaqësojnë neve, derisa vendi ynë aspiron të përparojnë të gjitha drejtimet, është mirë se shumë prej vendeve që janë në kulm të përparimeve të tyre, sikur kanë ndërmarrë një diçka që të na refuzohet për vitet e tëra. Pikërisht, inkorporimi i edukatës fetare në për shkollat tona. Natyrisht që inkorporimi i edukatës fetare në shkollat tona është prej gjërave më të mira të mundshme. Ajo nuk bëhet sipas tekeve të individëve, por ajo bëhet përmes institucioneve relevante, konkretisht të Ministrisë së Arsimit, të ekspertëve dhe basive fetare për të gjitha ato strukturat e shoqërisë, varësisht për asaj se çfarë përfaqësojnë besimet e tyre. Dhe edukata fetare do të luajë një rol shumë të rëndësishëm në këtë drejtim. Mirë, po kjo është një kërkesë e cila sikur vazhdimisht është refuzuar. Edhe pse shumica absolute e popullatës sonë i takon pjesëtarëve të besimit islam dhe të gjitha ato, edhe pse kjo është në të mirë, sikur është refuzuar. Megjithatë, me falenderoj Zotin e plotfuqishëm që jo vetëm tek ne, por edhe në shumë prej xhamive tona në përgjithësi, vazhdimisht në mungesë të inkorporimit të edukatës fetare në për shkolla, vazhdimisht xhamiet e kanë ushtruar këtë drejtim. Që jep më kuptue se xhamiet janë vende ku i shërbehet komunitetit në përgjithësi, besimtarëve tonë, aty përpos që kryen obligimet ndaj Zotit, namazet dhe të ngjashme me këto, aty edhe këshillohen për të mirat të përgjithshme dhe ndalim prej të këqijave, por mbi të gjitha edhe puna me fëmijët nëpër mektebe është shenja më e mirë e mundshme. Sepse e themi me shumë përgjithësi, nxënësit e cilët vijnë mësimin edhe në mektebet tona apo nëpër xhamitë tona, vlen të përmendet fakti se një pjesë e madhe e tyre, ashtu siç janë të suksesshëm në shkollat tona të përgjithshme, janë të suksesshëm edhe nëpër mektebe, sepse edukata fetare nuk ka për qëllim që t'i bëj të gjithë fëmijët, fjala vjen, hoq apo të ngjashme me këto. Përkundrazi. Ne nëpër programet tona, sikur duke filluar prej moshave më të reja deri të rriturit, në përgjithësi sikur mësohen njohuri të përgjithshme rreth elementeve të fesë islame në përgjithësi. Duke filluar nga pastërtia, abdesti, format e faljes, kryerjes së ibadetit, sure nga Kurani dhe me kalimin e kohës edhe nivelet e tjera, shkrim, leximin e shkronjave të Kuranit, leximin e Kuranit dhe të ngjashme me këto, por edhe të shumta janë këshillat e përgjithshme që qartësojmë ose sqarojmë ajetet të Kuranit që kanë të bëjnë me sjelljen në përgjithësi, por pse jo dhe hadithet e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Dhe qëllimi është se derisa njeriu ka lindur e ka të natyrshme fenë, dhe mos informimi i tij me elementet e fesë sikur është një boshllëk. Prandaj ai boshllëk është obligim edhe i prindërve, edhe i familjes, por edhe institucioneve në përgjithësi,
Dhe sikur ato që nuk po bëjnë të gjitha institucionet në përgjithësi, po duhet ta bëjnë prindë në njërin anë, por edhe xhamiat në anën tjetër. Sepse qëllimi është i gjithë ajo, sidomos në kohën në cilën ne jetojmë, jemi dëshmitar të asaj se dukuritë negative janë shumë të mëdha. Dhe preventiva më e mirë për t'i luftuar dukuritë e këqija, duke filluar nga prostitucion, alkool, narkomani, rën, gënjeshtër, krime të ndryshme dhe të gjitha këto. Këto janë një element që për t'i luftuar të gjitha këto duhet mekanizëm i gjithë shoqërisë në përgjithësi, krye edhe me institucionet shtetërore dhe fetare për t'u distancuar si shoqëri prej tyre. Përndryshe, nëse njeriu nuk ka edukat të mirëfillt, atëherë është shumë e vështirë për ta frenuar veten e tij në përgjithësi. Dhe jo vetëm kaq, por mund ta përmendim në këtë drejtim sa na lejon koha që edukata është atill që njeriu, edhe fëmiu pse jo, ai agjeron për orë të tëra. Pse agjeron? Nuk agjeron për prindin, nuk agjeron për askënd. Ai nuk falet për prindin ose për atjetrin. Por agjeron për krijuesin. Që me kuptuar që dashnia ndaj krijuesit është në plan të parë dhe jo rastësisht. Sot ka shumë publikime shkencore, hulumtime shkencore, studime shkencore nga qarqe të ndryshme, të cilat kanë rekomanduar atë që bota ka plotë për plot probleme të ndryshme, se për të luftuar të gjitha dukuritë e këqija në përgjithësi, është më së udhës që edukata fetare ta ketë rolin e vet, sepse njeriu ndoshta jo për prindin, jo për institucionin, jo për organet e rendit, ose për atjetrën, nuk i braktisën këto të këqija, por kur ka parasysh që është për hir të krijuesit, ai që na ka krijuar neve, na ka pajisur me virtytet më të mira të mundshme, ne jemi në gjendje që për hir të krijuesit të distancohem prej elementeve të këqija në përgjithësi. Prandaj, fryti i mektebit shpeshherë shohim se nxënësit janë të ri, kanë entuziazëm të madh për edukatën fetare. Dhe si pasojë e angazhimeve të tyre, ndoshta në fillim ata mosha atyre është atill, por me kalimin e kohës i shohim që pikërisht edukata atyre në veçli është ajo që ata nesër, sikur kur arrin me një moshë, të jenë më të pjekur. Edhe janë prej atyre që bëjnë vepra të mira, siç është namaz, zekat, agjërim dhe të ngjashme me këto, por pikërisht elementi edukimit fetar ka bërë që ai të jetë i distancuar me ato të këqija, sepse i ka ndaluar Zoti dhe pejgamberi alayhis salatu wasallam. Dhe derisa ndalon një diçka nga Zoti dhe pejgamberi alayhis salatu wasallam, s'ka nevojë më punu dhe më veprojë në përgjithësi. Po. E qartë, një tjetër rëndësi e veçantë që duhet jepet ndoshta është edhe tek çështja e edukimit në shkolla, domethënë për shkak mungesës së mësimbesimit në shkolla, rrjedhimisht po në farë mënyrë nuk po mund t'i luftojmë dukuritë negative, siç e thekot ju, qoftë drogën, qoftë alkoolin, qoftë prostitucionin, qoftë veprimtari tjera. Në këtë rast, kush duhet ta merr fokusin, vëmendjen më të madhe që tek fëmijët tanë kujdesemi që të mos binë prehe këtyre veprimeve. Domethënë, po e përjashtojmë për shkak se nuk është mësim besimi në shkollë. Hoxhallarët e bëjnë punën e tyre, elhamdulillah, kogja mirë. Mektepet po. Prindërit kujdesen sepse asnjë prind nuk ka dëshirë që ta sheh fëmijën e tij të devijuar. Mirë po. Të i pas parasysh gjitha këto faktorë. Mandej është një botë tjetër sulmuese që gjithmonë është mediat, rrjetet sociale, komunikimi me njerëz ose me pamje të ndryshme të cilat shumicën e rasteve na çojnë në denigrim dhe degenerim të fëmijëve. Domethënë jemi në një luftë të hapur të mirës me të keqen. A duhet që të përpiqemi përgjithsisht si komunitet musliman që ta japim më të mirën e mundshme që tek fëmijët ta marrim edukatën më të mirë, edhe cila do të ishte një rrugë që do të ishte më e lehtë për prindin për ta ruajtur, po them, nga gjitha këto rrugët e devijimeve dhe edhe dekurajimeve të fëmijët. Sido që tjetë, ne jemi pjesëtar
të këtij vendi, të këtij shteti. Me gjitha ato të mira dhe të këqijat në përgjithësi. Dhe sikur të ishte çështja e rregulluar me mësim besimit, disa gjëra do t'i kishim më lehtë dhe më mirë të administruar. Megjithatë, ne jetojmë në këtë që jetojmë. Është edhe ndarja Darul Islam dhe Darul Harb musliman që jetojnë vendet islam edhe që nuk jetojnë që për fat të keq, një shumicë prej tyre jetojmë në për vende që nuk ka këso elemente që farë kërkohen. Sikur është për keqardhje që edhe institucionet tona në disa raste, edhe media tona në disa raste, sikur promovojnë një diçka që nuk është e mirë dhe mburren me të, ndërsa vlerat e edukatës fetare i anashkalojnë, vlerat e edukatës fetare i atakojnë, i sulmojnë, se gjoja këto sjallin primitivizëm dhe elemente të asaj që është prapambeturi dhe elemente të kësaj natyre. E vërteta është krejtësisht ndryshe. Qëllimi i edukatës fetare është që ne në plan të parë të jemi të pajisur me besim si që duhet. Dhe jo vetëm kaq, por të jemi të arsimuar si që duhet. Të jemi të edukuar si që duhet. Arsimimi dhe edukimi mirëfillt, i cili shoqërohet me besim të sinqert në Zotin e Plotfuqishëm, e bën atë që prej asaj shoqërie në përgjithësi, e prej asaj rinie në veçanti, e cila ka besim, ka edukim, ka arsimim, kjo të jetë element që siguron mirëqenie për të gjithë njerëzit në përgjithësi. Sepse në këtë drejtim ne mund të përmendim sa xhamia janë në vendin tonë, sa frekuentues të rregullt janë. A thua vallë, kush e mban atë rend, atë qetësi, atë harmoni, që frekuentojnë me qindra, pavarësisht backgroundeve shkencore, pavarësisht statusit që është, ose stratifikimi shoqëror, është shumë i pasur apo është shumë i varfër. Të gjithë jemi të njëjtë, pavarësisht se është mjek, hoç, inxhinier ose ai tjetri. Që jep më kuptue se edukata e mirëfillt është ajo e cila neve na bën me dije se ne shkojmë atje për të kryer një obligim ndaj Zotit Plotfuqishëm. Ne frymëzohemi në të gjitha xhamitë tona, këshilla të përgjithshme dhe të mira, me cilat inkurajohen besimtarët tonë, që edukata fetare është ajo e cila neve në plan të parë na rregullon raportet me Zotin, por edukata fetare nuk na mjafton neve vetëm me qenë të fokusuar vetëm në xhami, por ne me qenë edhe mjek të mirë, edhe arkitekt të mirë, edhe mësues të mirë, edhe qytetar të mirë të vendit tonë. Sepse edhe respektimi i vendit, ruajtja e ambientit, pastërtisë në përgjithësi, këto janë shenjë e edukatës së mirë. Pejgamberi alayhis salam çush natë ku ka thënë, nëse e shohë që po ndodhen kiameti, ti për të mundësia mbill edhe një pemë. Që jep më kuptua këto, të gjitha janë këshilla që i shërbejnë komunitetit në përgjithësi. Prandaj derisa njerëzit janë të edukuar çush duhet, organet e rendit janë të qeta. Se s'ka problematik. Prandaj qëllimi i edukatës fetare është që njeriu ta pajisë me virtytet më të mira të mundshme njerëzore, dhe këto virtyte të mira të jenë ato të cilat edhe personalitetin e njeriut do ta bëjnë një personalitet të dalluar, që ai të jetë shembull i mirë, edhe si qytetari, edhe si profesionist i profesioneve të ndryshme që ai zotron, por edhe si punëtor, pavarësisht ku punon në të gjitha instancet e një vendi ose të një shteti në përgjithësi. Prandaj në këtë drejtim, pavarësisht rrethonave që janë, prindërit duhet kënë të parasysh, sikur se investojnë me të madhe që fëmijës e tij t'ia sigurojë kushtet më të mira të mundshme, ai duhet ditur se kënaqësinë në familje, në shoqëri, nuk e sjell vetëm pari ose të hollat, por e sjell mbi të gjitha edukata e mirëfillt, që edukata e mirëfillt e vlerëson edhe rolin e prindit, e vlerëson edhe rolin e fëmijës, e vlerëson edhe rolin e secilit prej njerëzve të cilët janë pjesë e pandashme e kësaj shoqërisë në përgjithësi. Prandaj edukata fetare, pavarësisht
atakimeve të ndryshme që bën, ajo duhet më ruajt, më kultivua në për familje tona, dhe që prindi menda domosdoshmërisht që ai të arritë dhe të edukojë fëmijën e vet, sepse ai e jep dashninë, e jep edukatën dhe të gjitha cilësitë e mira, por të paktën edhe kudo që ka xhami apo mektep ose ka dhe mualime të nderuar në përgjithësi që ushtrojnë këtë drejtim dhe që të gjitha janë thuajse për të mirën e kësaj rinie, është që domosdoshmërisht ne para Zotit kemi parasysh që do të ndalemi dhe të pyetemi edhe ata rreth asaj se çfarë kemi bërë edhe për fëmijët tonë, si kemi rrit ata, si kemi edukuar ata, si kemi ushqyer ata në përgjithësi, prandaj kur të pyetemi çfarë kemi bërë për edukatën e tyre, nëse ua kemi lënë të tjerëve, atëherë të paktën edhe mos të kërkojmë shumë prej tyre, sepse thjesht derisa ne nuk e kemi kryer obligimin tonë ndaj tyre, e kanë kryer të tjerët, dhe ata që kanë kryer të tjerët, sikur dhe ata e kanë bën ushtar të vetin, po themi kushtimisht. Sakt. Mirë, të i pas parasysh kohën, sepse do doja që të zgjeroheshim kohë gjatë në këtë temë, por do të na duhet që ta bëjmë një pauzë për të kthyer në pjesën e kontaktit të drejt për drejt, qoftë me dëgjuesit që na thrasin nëpërmes linjave telefonike, qoftë nëpërmes mesazheve të dërguara. Prandaj po e bëjmë një pauzë të shkurtër, disa minutëshe, për t'i lënë hapësirë edhe thirrjeve edhe mesazheve të dëgjuesve tonë. Nëse pajtoheni edhe ju. Faleminderit, më shëndet. Allah është përbleft i dashur në hoxh për këtë bashkëbisedim mbi këtë çështje, mbi këtë temë, edhe ju shikues të nderuar të radio televizionit Pendimi, do të keni një shkëputje të shkurtër për pak çaste në transmetim për të rikthyer në pjesën e dytë të edicionit Drita e së vërtetës, për të bashkëbiseduar me ju dhe për të marrë edhe pyetjet tuaja mbi këtë temë që po trajtojmë sonte, që ka të bëjë me rolin e edukimit fetar në tek familjet dhe tek familja në përgjithësi. Pra, lusim kushtrimin nga regjia që të kalojmë në një shkëputje të shkurtër për të rikthyer shumë shpejt.